Sot në ditën botërore të lumenjëve, vëmendja rikthehet te gjendja e lumenjëve në Xhakov, të cilët vazhdojnë të përballen me mirëmbajtje. Imazhet e siguruara nga kamera me mediumit ton tregojnë për një gjendje as pak të mirë në lumin Dren, Erenik dhe jo vetëm. Pamjet tregojnë mbeturina të hedhura në brigjet dhe ujrat e lumenjëve, duke ngritur shqetësime për ndikimin e ndotjes në mjedis dhe shëndetin publik. Në ditën kur kudo në botë bëhet thirrje për kujdesin ndaj hapësirave publike, sidomos lumenjëve, disa nga qytetarët e intervistuar kërkojnë më shumë vëmendje për mbrojtjen e lumenjëve të Xhakovës, duke theksuar se pastrimi i tyre nuk është vetëm detyrë e institucioneve, por edhe përgjegjësi e secilit prej nesh. Disa janë mirë, disa janë si për shembull Ereniku është me mbetorina, me zalla, me kapëdiune. Kështu që edhe qytetarët duhet mu vetëdijsu. Kjo është ma primare. Që tash për momentin jo. Ka nevojë për rregullim, për pastërtim, por edhe qytetarët duhet të pas kujdes sa më tepër, mos me hudh mbetorina. Përmirësimi i kësaj situate nuk mund të mbetet vetëm përgjegjësi e institucioneve, por kërkon ndërgjegjësimin dhe angazhimin e të gjithëve. Vetëm përmes bashkëpunimit dhe masave konkrete mund të sigurojmë lumenj më të pastër dhe një mjedis më të shëndetshëm për brezat e ardhshëm.